Unë gjimisitë. Më duket se jemi live. Jemi rikthyer në studio, në ndeshjen Bardhazi. Kuriozitetin për Ho Chi Minhin do ta shohë pastaj. Po. Një ndeshje fuqishme. Dhe kush e shkakton të ndeshje? Një mozaik provokativ, një mozaik mbi mozaik. Për këtë jemi mbledhur në studio sot. Marion Gorica, gazetar, faleminderit që jeni miku studios Bardhazi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe për një temë e cila është sociale për aktualitetin. Elidon Aliti, number 1 në fushën estetikës, faleminderit që jeni me ne, edhe me kapele, edhe me revolucionin në të gjitha gjërat. Në fakt revolucionin duhet ta bënte Aulon Bej Kalaja, faleminderit që jeni miku joni dashur prej YY, që na viti YY. 1874. Po. Dhe vjen për herë të parë në studion e Bardhazi, ka On Seriani, ai është një studiues, unë do ta quaja një ideolog, praktikisht një njeri që konservator, le ta quajmë në këtë një farë pikpamje, një mbrojtës i pikpamjeve të bukura që lidhen me fen, me gjëra të tjera, po do dalin vetë këto. Ditët e fundit është zhvilluar një debat shumë i madh se tani ne e ka zënë vendin këto rrjetet sociale, aty zhvillohen sherrat më të mëdha. Ne në për studio na rrov, domethënë. Arena madhe. Lidhur me mozaikun. Ne jemi mësuar me atë pamjen klasike të asaj gruas burrnesh me kazmën, me pushkën, me flokët, dhe u bë një solidaritet për gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit dhe u shfaq ajo statuj pa flok. Tani, si e shikon një artist dhe një qytetar i thjesht? E shohin të dy njësoj? Se për këtë në fakt ka diskutim kjo gjëja. Artet publike për jetë vërtetës kanë një rrezikshmëri dhe shumë të madhe. Pra artistin momentin pra është bërë mirë për syrin tënd tani apo është bërë keq? Se duat marrë mendimin tënd njerë, si profesionist në panel. Para të jemi sinqert, nuk e pash konkretisht fare. Ja ta shfaqim dhe njerë, ja kujtë. Jo, am the në syrin tim. Pra, ideja që e keqja më e madhe në rrjetet sociale që diskutojnë për vepra që nuk i shohin 360 gradë, pra që duhet i shohin atje. Po duke pas parasysh si do t'i rrotullohesh atij muzeu 360 gradë? Janë bërë debate shumë mëdha dhe për skulptura, të cilat i gjykojnë nga fotot. Pra nga momenti që nuk është dëmtuar mozaiku, të gjitha ata që... Si nuk është dëmtuar? Nuk është dëmtuar mozaiku real. Si nuk është dëmtuar? Nuk është dëmtuar, nuk ka ndërhyrje atje fare, absolutisht. I është hequr vetëm boja që ka pasur të flokët, qa ka ndodhur? Teknikisht e ka sqaruar dhe artistja, ka një distancë nga originali, pra është bërë një plak tjetër, një mbivendosje, është imituar, dhe ajo që mua më bëm përshtypje është që në fakt me gjitha këto sajt specifik ka debate, absolutisht, por mund të këshim bërë dhe me boj, akuarel, unë ashtu do të konceptoja, dhe nga shiu do të ikte boja dhe do të dilte pikërisht originalja, po kjo është çështje perceptimi dhe koncept. Aulon, pse s'u bërë ana më e mirë e historisë? S'ka anë të mirë të historisë. Po pse s'ka anë të mirë? Cila është ana? Pse nuk e shikoni si një solidaritet për gratë që janë? Jo, nuk e shikoj si solidaritet. Pse? Unë me të thënë drejtën u habita se ne ishim duke protestu për familjen atë dite, kur ishën shesh Skënderbej, dhe gjatë marrjes fjalës, kur hypa në podium, pash këtë gjë, domethënë aty, që ma vrau syrin edhe ju thash gjithë pranishmeve ktheje kokën dhe shikoni që ai ka ndodh mozaikut në këtë rast. Është si të heqim kapelen Skënderbeut apo si? Me të thënë drejtën nuk kam ndonjë respekt për këtë gjë, në kuptimin e mozaikut, sepse, por faktikisht ajo është një kontekst historik, dhe të prishësh kontekstin historik, po pse quhet prishje dhe jo solidaritet, pra pse ma shpjegova? Unë gjykoj që kjo ishte një agjendë, domethënë, sepse ishte pikërisht kur u votu ligjin në parlament, disa ditë më vonë, u ndryshu dhe zonja kthehet në burr, praktikisht, me këtë lloj foto. Jo, më pse burr? Po më kështu e shikoj unë, dhe prandaj mendoj mesazh tjetër sepse ajo pikërisht nda 12 për shkak të kauzës dhe mesazhi që përcjell sepse një në 12 gra preken nga kanceri i gjirit dhe detyrimisht në rastin e informoheshim sepse ka pas një problematik. Ne nuk kemi informuar në lidhje me këtë situatë. Pjesa më masive. Dakor. Po patjetër, po thjesht ta mbaroj se unë fola domethënë ç'a ide ka. Lidhje me termin dhe me atë ç'a simbolizonte dhe konkretizonte se nuk mund ta lidhim çdo gjë me parlamentin kur ai kishte përcjellë një mesazh. Atëherë, unë mendoj që kjo është një agjendë sepse ne po ishim në kulmin e debatit. Domethënë kanceri i gjirit unë gjykoj që nuk mbrohet në këtë lloj forme dhe duhet mbrojt në spital, aty ku ndodhin sfidat më të mëdha. Së dyti ishte momenti kur u hodh
kur u bë kjo mbivendosje. Po? Momenti ishte muaj nëntor, do më thënë muaj tetor është praktikisht muaj i sensibilizimit për gratë ndaj kancerit. Unë e di që në Shqipëria nuk punon si orë zviceriane dhe e di shumë mirë dhe justifikimin që dha pala tjetër që shiko se ne shumë projektin, po kishte i qikë vonese tjere, po kur kemi parasysh njerëzit që kanë bë projekt, janë njerëz gjithë qeverisë. E cila me sa di ju ka pa ditë më duket edhe për deformim të ides dhe shpifje dhe në fakt tu është ajo një palën tuaj me sa kuptoj, sot gjohë. Ne si jemi palë, unë jam individ i lirë, unë e dhe menimin tim kudo. Lutëm, duhet të gjë dhe mendimin që ndani, ju lutëm. Jo, një sekund. Unë mendoj që ja arriti qëllimit, sepse arti, do më thënë, e bëri provokacionin e vetë, nëse është arti. Tani, arti provokimër gjithmonë, tani. Po pra, ja arriti, por nëse këta do të kishin seriozisht, se unë di që ka shumë shoqata këtyre grave që vendosin vetëm fjongo këtu, marrin nga 600.000 euro projekte, dhe vendosin vetëm fjongo, dhe nuk përbalen me kancerin, ashtu si që duhet më përbal. Te onkologjiku, ku ka nevoj për çështje ilaçesh. Vetëm Osman Stafën kam pa unë, me të thonë drejtën, këto si kam pa në njërë atje. Po edhe unë vetëm atë kam për këtë çështje. Po, edhe unë vetëm atë kam parë. Kështu që tani, duke e pan të këndvështrim çështjen, unë mendoj që kjo ishte i lloj propagande boshe, që donte me na sfidu neve në raport me burrin dhe gruan dhe me 27.000 gjinit që këta, do më thënë, duan me fut në ligj. Kanë, ka që frikshme? Unë e shoh edhe unë, e shoh 4 ngjashmëri mes debatit për ligjin për barazinë gjinore dhe këtij instalacione. E para është në paqartësinë që komunikon. Paqartësi kishte ligji, si thush në versionin më të mirë ti kishte terma të paqartë, i keq interpretueshëm. Ta zbërthejmë, ta shpjegojmë ta. Jo, më leti vetëm ti parashtroj këto 4 ngjashmërit. Dhe te ky instalacion, përderisa ka keq interpretime, pra sipas autorit është keq interpretuar, do të thotë që është keq interpretuar nga momenti që thot autori këtë nuk e diskutoj. Po, dakord, po pra ka paqartësi, vetëm as mozaiku real e ka arritur qëllimin e tij për një socializëm suksesshëm, as ky instalacion nuk e arrin 100% qëllimin. Por shërimin 100% ka. Paqartësia është çështja e parë. Por fal jush, kjo në fakt po ngrihet zëri për diçka. Dhe kjo është pozitive, debati është. Ja, ky është ngjashmëria e dytë. Kristja nuk ka pse shqetësohet më shumë. Vetëm ti parashtroj. Kërkoj shumë ndet. Ngjashmëria e dytë është në këtë që për tjetër niset, për tjetër bitiset. Për tjetër niset ideja e ligjit për të arritur barazinë gjinore, për tjetër bitiset sepse kamuflon ideologji brenda. Dhe ky është nisur, si thush, për të sjell, për të përmirësuar, për të ndihmuar gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit dhe në fakt është fokusuar se mund të bëjmë pyetjen, si përmirësohet kushtet e kurimit me këtë. Me asnjë gjë, pra a shtohen shtretërit e onkologjiku? Jo. A rriten barnat, mungojnë 46%. Ideja nuk ishte për të kuruar sëmundjen. Ideja është që ka plot njerëz që humbin jetën kot. Po dakord, po pra ndërgjegjësimi në këtë rast, pra kujdesi për veten. A arrin qëllimin, nuk e arrin për mendimin tim sepse është fokusuar. Jo, sepse problemi më i madh sot te ky kancer është që njerëzit nuk e marrin konsiderat. Ky është problemi dhe e vën atje kur janë keq. Po debati tani po fokusohet se për trashëgiminë kulturore, çfarë është arti, po është vendosur, pra nuk e arrin. Tjetra që po shohun, ngjashmëria tjetër shohun është imponimi, ashtu si tek ligji i barazinë gjinore është një imponim mbi shumicën dhe këtu është një imponim mbi si e kupton shumica artin, dhe e fundit është subjektiviteti relativist. Aty kamuflohet vetë identifikimi i gjinisë dhe këtu shumica nuk e pranojnë artin dhe të mbetet që vetëm artisti thotë e them unë që është art, prandaj duhet pranuar si art. A nuk kanë rrugë të tjera artistët shqiptarë që të përcjellin mesazhe? Mungojnë rrugët e tjera?